Kjo është një organizat qerdhe e Sorosit dhe normal që Amerika e ka vënë kanë parë luftën kundër Sorosit. Kështu që nuk do t'i shpëtoj sado që ky mund ta zgjasë pak, por nuk mund t'i shpëtoj. Unë jo pa qëllim i kam thënë në një shkrim timin apo intervistë të Majmën, kur i tha ky caktoi 100 ditë për të gjetur Ervis Martinin, unë i thash 100 ditë s'ke për t'i bërë vetë. Dhe jam i bindur që s'ka për t'i bërë 100 ditët e të qenurit kryeministit të Shqipërisë, me gjithë to aferë, me gjithë to skandale që bëhen, domethënë është pa kuptueshme kjo lloj qeverie, kjo lloj sistemi që kemi, që ka ndërtuar ky, duke pasur që i ka gjithë institucionet, qoftë drejtësi, qoftë presidenti, qoftë bashki, qoftë mediat, qoftë nuk di se çfarë nuk ka kap ky njeri. Sa rrezikon në këtë rast Belinda Balluku nga ana e sistemit drejtësisë? Nuk e kuptova. Sa rrezikon Belinda Balluku në aspektin ligjor në këtë rast? Absolutisht, ta gjithë me çelësa ndetja, as nuk diskutohet fare. Këta nuk del më njëri për jetë, ta heqin nga mendja. Nuk ka dënime shpërdorime detyre me 2 vjetë, me 3 vjetë. Jo pa qëllim ky kërkoj që të fusi në parlament të dërgoj atë kodin e famshëm penal, pikërisht për të shpëtuar këtyre gjërave. Por ai keni të bindur që të gjithë janë, domethënë të gjithë do bëjnë dënimet maksimale këta, dhe unë nuk pres vetëm këtë dënim. Unë më tepër jam tek konfiskimi dhe sekuestrimi i pasurive. Nuk është çështje dënime se e dënove një njeri. Nëse ti e dënon atë njeri dhe i lëv gjithë pasurinë, pastaj unë them çfarë do i kthehet këtij vendi, çfarë do i kthehet këtij populli mbrapsht, sepse këta kanë bërë afera korruptive të jashtëzakonshme. Kanë dhënë toka, kanë dhënë pyje, kanë dhënë, jo nëse e pat para 2 ditësh, ai doli dhe kërkoi akoma paketën e maleve për të grabitur tokat në Veritash, ju ka sul Veriut. Por ai gjykon se duke u bërë me këto lloj gjëra të shpëtojnë, do ndyrë ngelet pasuria, unë kryesore në drejtësi, mos më intereson nëse Belinda dënohet 10 vjet, 15 vjet apo 20 vjet. Nëse asaj nuk i konfiskohet dhe nuk i sekuestrohet pasuria, unë e kam gjithë të pasuria, jo të dënimi se sa të dënohet një njeri. Dënimi është gjë simbolike për mua. Pasuria është ajo do t'i merret këtyre personat të cilët kanë luajtur me fatet e popullit, me fatet e Shqipërisë. Dhe këta njerëz janë ata që janë pasuruar pikërisht në kurriz të këtij vendi. Vetëm e kanë grabitur dhe e kanë bërë. Kështu që dënimi këtyre do jetë maksimal, nuk diskutohet. Nuk diskutohet se këta janë grupi strukturuar kriminal. Këta hynë të grupi strukturuar kriminal, sepse të gjithë ata që janë atje brenda, edhe ata 5D, edhe këto drejtorat e ministrat, gjithë kanë folë, janë gjithë bashkëpunim janë këta. Nuk është se thash, nuk mundet askush të bëj një veprim nëse nuk është i lidhur me Ramën, apo nuk është dakordësia e Ramës, apo nuk është urdhri i Ramës. Kështu që këta gjithë janë në grup, nuk janë tek e tek, këta nuk është se kanë vjedhë vetëm. Këta kanë vjedhë me firma. Me një firmë kanë vjedhë, me një firmë dihet që po nuk deshte Rama nuk bëhesh. Ose ministrat e tjerë, nëse nuk do të bëhu, ata nuk bëhesh. Pra është zinxhiri. Këtu po, unë kam thënë që po put zinxhiri, puna është ato putit zinxhiri, si puna të spive, po puta i berit, hallakate në gjithë ato gogatikin, pastaj nuk kanë më vlerë. Në këtë rast, a mendoni se ky është një sinjal nga SPAK-ut që po i afrohet edhe Edi Ramës? Unë ju thash që edhe u kam thënë, edhe më përpara kemi bërë një bisedë bashkë, ku unë kam thënë Edi Rama do goditet, nuk do goditet ndoshta drejt për drejt Edi Rama, por do bie si fik. Në kuptimin që do hiki Belinda Balluku, do hikin ministrat tjerë, do hiki vllai dhe do putet vetë, nuk ka se ku shkon. Dhe në momentin që ai do putet, se patjetër, nëse janë SPAK-u s'ka nevojë, ai do japi të rejnë tashmë se ju bëj zëvendës kryeministri i dytë që i vjen në SPAK, patjetër. Por ajo më e rënda do jetë, unë gjykoj se do jetë për të vllatë, sepse mos harroni se edhe në Amerikë
janë vënë në sekuestër pasuritë e këtyre, se kanë edhe në Amerikë pasuritë mos vonë. Edhe kështu që unë them se SPAK-u është në bashkëpunim, gjithmonë është në bashkëpunim me FBI-n edhe me DEA-n amerikan. Këta nuk mund t'i shpëtojnë. Dhe jam i bindur që edhe Rama që kitet e veta nuk i bën, nuk ka përshku pavarësisht se dha të urtën, por ai s'ka bërë për vetë. Dhe në fund vitit unë gjykoj se do mbyllen gjërat, do ecin më kështu. Nuk është Shqipëria është një vend i NATO, Shqipëria pretendon të futet në Europë, Shqipëria kërkon partner, nuk vjen askush, sepse këtu dalin tokat me 20 pronar, dalin që sot të jep kontratën nesër ta heq, ai kanë mbikëqyrje çdo gjë, domethënë kjo është mafia. Nuk është se kemi ne dallim të mafjes. Mafia në Itali është gjë tjetër, apo në botë është gjë tjetër, se kërkon të kapi një ministër apo një kryeministër apo një kryetar gjykate, gjyqtar apo prokuror, ndërsa këtu është vetë kryeministri që komandon gjithçka, ai lu drogën, ai lu pastrimin e pararas, ai jep edhe lejet ndërtimit ku do të ndërtohet, kush do të ndërtojë, si do të ndërtojë, ai ka të gjitha, ai firmon të gjitha, është kryetari i KRR-s Shqipërisë, kështu që ai ka dorë, nuk është puna se ka dikush tjetër. Dhe këto që kapet nuk është se u kap Belinda dhe Belinda dënohet si Belinda, do të tregoj ashtu siç Erio Belia ka hap gojën në burg, ashtu do ta hapi edhe Belinda, se s'ka ku shkojnë. Nuk kanë ku shkojnë letra të cilat i këtyre i nxjerrin zbuluar, nuk është puna se do t'i mbërë dikush, nuk ka se kush i bën. Jo po thoni që pas Belinda Ballukut radhën mund ta ketë dosja Xibrakës, ku dyshohet se i përfshirë vllai i kryeministit Edi Rama, Olsi Rama. Pas Ballukut, a mendoni se kjo dosje do të jetë, pra e Xibrakës do të jetë një goditje fatale, po themi, për Edi Ramën? Po, unë ja u thash i heqja domethënë thirrje marrja pa rrugës pandeu dhe ç'është mos harroni ç'është Xibrakë, po nuk është e mbyllur, pavarësisht se u trumpetua apo shumë vetë quajtën si gjë të mbyllur, nuk është e mbyllur. Dosja e Xibrakë nuk është e mbyllur. Ai thanë, biles do shohim deklaratën e SPAK-ut, ai thotë domethënë është një person i tillë, po nuk e kemi identifikuar akoma, jemi në hetim. Kështu ka bërë deklarimin e SPAK-ut. Nuk është domethënë Olsi Rama, sepse nuk ishte identifikuar sipas SPAK-ut. Dhe ai tha është në hetim. Pra, çka do të thotë që ata e kanë vazhduar hetimin, patjetër. Ata e kanë ditë edhe që është Olsi, hetimin bindur, po në momentin si duket nuk ka qenë i përshtatshëm për vetë hetimet që bëhen, sepse duhet të kuptojmë janë tepër banda të cilat merren me kokainën dhe ndoshta për efekt hetimi ata nuk duan ta nxjerrin atë moment. Shumë vete morën si presion që ka bërë ky SPAK-u të më thash, ku më thash, ju po ta veni të re, për shembull që në momentin kur iku FBI-ja nga Shqipëria, të gjithë u gëzuan nga këta. Të gjithë politikanë, po përjashtim u gëzuan, dhe kur erdhi FBI-ja të gjithë u verrosën në ikën Turinë, sepse e din shumë mirë dhe ta e din shumë mirë që. Domethënë, nëse është FBI-ja dhe atu, nuk patjetër që do të veprojë dhe nuk do të falë absolutisht asnjë nga këta nuk do falë. Të gjithë do hiqin njëri pas tjetrit, do të rreqin njëri tjetrin. Unë ju thash, problemi është sa të futet zinxhiri. Në momentin që futet zinxhiri, pastaj gjithë dalin diell, kur i thot popullit, ta dalin diell që nuk kanë ku shkojnë.